Për juve, këta kryetari janë përfitues të subvencionimit qumshtit. Na kemi organizuar një takim tillë me qëllimin që me bashkëbisedu pak për politikat tona bujqësore. Qeverisjen tonë për bujqësinë kemi bërë shumë projekte të reja, edhe kemi rritë mbështetjen. Ka edhe projekte që nuk kanë qenë më herët, siç është edhe subvencionimi i qumshtit, ku në vitin e kaluar kemi subvencionuar fillimisht me 8 cent, ndërka që tashmë kemi nisë edhe me 10 cent për litër, që është shifra më e madhe që subvencionohet qoftë nga ndonjë komunë. Janë rreth 22.000 metra katror sera që e kemi dhënë deri tash. Panele solare, lopë qumshtore, subvencionimi i qumshtit, e shumë projekte tjera që i kemi ndarë deri në këtë periudhë. Për vitet në vijim kemi më kujdes maksimalisht që me rrit mbështetjen duke qenë gjithmonë kontakte dhe konsulta të rregullta me juve. Besoj që këto 4 vitet kemi kaluar shumë mirë, jemi shumë i bindur që kemi pas kujdes të veçantë nga drejtoria, në veçantë nga zyrtarët e drejtorisë, të cilët gjithëherë ju kanë pritë dhe mirëprit për gjitha nevojat dhe kërkesat që keni pas ju. Uroj që të keni shëndet, keni punë të marrë, neve na keni përkraje gjithëherë, mu si drejtor po edhe stafin, i cili vërtet është duke punu mirë, prandaj çdo nevojë juve është në interes të drejtorisë.